Të dashur motra e vëllezër, të nderuar bashkëqytetar, po afron çasti kur akrepat e orës do shënojnë ndrimin e viteve. Andaj, më lejoni që në këtë natë t'ju dërgoj çdo njerit prej jush urimet më të ngrohta. Paçi, gjithmonë dashuri, lumturi, harmoni e shëndet në jetën tuaj. Sonte dëshiroj të jem dhe të ndaj gëzimet me të moshuarit, duhet të jem pranë të smuarve, duhet të jem pranë njerëzve me aftësi të kufizuara dhe t'i premtoj atyre mbështetjen time të plotë. Dëshiroj të përshëndes më të vegjëlit dhe të rinjt e qytetit tonë, duke i dëshiruar nga zemra një vit më të bukur dhe më të lumtur. Zonja dhe zotëri, po lëm pas vitin 2010, sonte nuk është momenti që të analizojmë detajisht të mriturat dhe vështirësitë me të cilat jena ballafaquar. Sonte është natë gëzimi. Vitin 2010 e karakterizoi kriza globale me të cilën bashkarisht jemi ballafaquar edhe pse pasojat ende ndihen. Kjo nuk na ka shuajtur shpresën dhe vullnetin e përbashkët për të arritur suksese. Unë jam mëse i bindur se në vitin që po shkelim, gjërat do të ecin më shpejt dhe më mirë për çdo njeri nga ne. Viti 2011 duhet të jetë vit i vizionit, dashurisë dhe besimit, vit i realizimit të projekteve të tjera madhore. Në vitin 2011 ne presim mira turistë nga vendet e ndryshme të botës. Ne presim një rritje të ekonomisë në nivel të malit të zi, e kjo do të thotë me shumë vende pune dhe shpenzime në infrastrukturë. Unë kam besim të plot tek të rinjtë të talentuar, tek puna dhe tek ndërgjegjja e secilit, pasi vetëm me këto ulqinin mund ta bëjmë më të zhvilluar, më të bukur dhe më të suksesshëm. Unë dhe koalicioni në komunën e Ulqinit, si deri me tani do të vazhdojmë të angazhohemi për një shoqëri të vlerave, shoqëri e cila pikë synim të vetëm ka familjen e madhe evropiane. Pra të gjithë zbashkut për Ulqinin ashtu si gjithë e dëshirojmë, gëzuar dhe për shumot. Poštovani sugrađani i sugrađanke, dragi prijatelji, približava se trenutak kada će kazaljke na satu označiti kraj ove i početak nove godine. Zato mi dozvolite da svima vama uputim najsrdačnije čestitke. Svima želim puno ljubavi, radosnih trenutaka, sloge i zdravlja u vašim životima. Želim da svima noćas uputim uvjerenje da noćas delim sve radosne trenutke sa našim građanima, da se i oni osjećaju dio slavljeničke atmosfere. Želim da svi podijelimo ovu radost sa našim bolesnim građanima i onima sa ograničenim sposobnošću. Uvjeren i uvjeravam ih da ću uvijek imati moju punu podršku. Želim da pozdravim najmlađe i omladinu našeg grada i da im poželim lijepu i radosnu godinu. Dragi prijatelji, noćas iza nas ostaje 2010. godina. Nije moment da detaljno analiziramo postignuto i teškoće sa kojim smo se sučeljavali. Noćas se slavi. I 2010. godina karakteriše se uticajem globalne krize, sa kojim smo se svi mi borili i koja nije uspjela da utuče naše nade i volju za postizanjem uspjeha. Ja sam siguran da će u godini u kojoj zalazimo stvari ići bržim tempom u dobrobit svi u nas. Godina 2011. treba da bude godina vizije, ljubavi, povjerenja i godina realizacije velikih naših zajedničkih projekata. Projekcije govore da ćemo u ovoj godini dočekati na 1000 turista iz svih krajeva svijeta, da će doći do porasta ekonomije u Crnoj Gori, a to znači više novih radnih mjesta i više ulaganje u našoj infrastrukturi. Ja imam veliko poverenje u našu talentovanu omladinu, njihov rad i odgovornost, jer samo oni mogu od Ulcinja da naprave lijep, razvijen i uspješan grad. Ja i koalicija na vlasti u opštini Ulcinj nastavit ćemo da zajedno sa vama, kao i do sada, angažovanjem na stvaranju društva visokih vrednosti društva kojim je jedino težnja učeljavanja u veliku evropsku porodicu. Neka nam je svima sretno i svima radost u vaše familije.